Përshëndetje gjithëve, mirë se erdhët në podcastin tim. Unë jam Linda dhe kjo është dritarja informative krijuar për shqiptarët e diasporës kudo në botë. Prezantoj një kandidatë shumë interesante e cila garon e vetme në këtë zgjedhje, ajo është femër, donja Elena Koçaqi. Gjithashtu është interesante sepse nuk është bashkuar me asnjë koalicion dhe parti tjetër dhe ne do ta mësojmë këtë në pikërisht në këtë intervistë. Fillimisht dua ta përshëndes. Mirë se erdhën në podcastin tim. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën. Faleminderit shumë. Zonja Jam kryetare e Aleancës Kombëtare Shqiptare, AKSH, që mban numrin 7 flet në votimit. Ne duam të njihemi pak me programin tuaj, por fillimisht jam kuriozitar për ti duke qenë se je vetmja femër kryetare e partia, apo jo? Dhe si është pritur kjo nga kolegët tuaj dhe nga politika shqiptare në këto zgjedhje? A mendon se mund të ndihet e diskriminuar pak femra shqiptare e cila do të drejtojë një parti në këtë rast, siç është rasti juaj? Në fakt, sa të kemi meshkujt shqiptarë nuk ndihem e diskriminuar, se 65% e mbështetësve të mi janë meshkuj, kështu që faleminderit Zotit për këtë. Mund të diskriminojnë persona të cilët kanë frikë nga ty, nga përgatitja jote, nga ajo që ti përfaqëson, dhe këtë e bëjnë qëllimisht me qëllim që të defaktorizojnë, por njerëzit e njohin, sepse unë kam 20 vjet që merrem me problemet e shqiptarëve dhe nuk është se po vi nga politika sot dhe jam i person i panjohur për publikun shqiptar, një person i cili ka punuar fort, ka luftuar fort për të mbrojtur interesat e Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe do të luftoj fort deri në fund jetës time për këtë gjë. Kështu që pavarësisht kësaj, ka qenë është skena në politikën e Shqipërisë është goxha e vështirë për shkak të faktit se dominuan dy parti politike, të cilat 35 vjet kanë bërë një sjellje politike që nuk ka lidhje fare me sjelljen politike korrekte, por kanë krijuar Shqipërisë sherrë, dhunë, probleme etj dhe kisha ardhur momenti, madje ka kaluar momenti që ne duhet shkputemi nga këto dy parti, nga Partia Demokratike dhe Partia Socialiste dhe t'i japim vendit një të ardhme të re. Aq sa Partia Demokratike dhe Socialiste nuk reformohen, pra liderët e tyre i majnë peng ato dhe nëpërmjet tyre majnë peng Shqipërinë, atëherë nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të dalin në skenë liderë të rinj politik, të cilët duhet marrin fatet e vendit në dorë dhe duke qenë se unë e njoh mirë Shqipërinë, jam juriste, jam profesore shëvërisjes, kështu që jam dhe historiane, e njoh gjithë dimensionet problemit shqiptar. Mendoj se do të jepja një kontribut të vyer për Shqipërinë dhe shqiptarët. Kjo do të varet pasandaj nëse publiku do të na mbështeste në votim. Zonja Koçaqi, përse keni zgjedhur të garoni vetëm? Përse nuk jeni bashkuar me një koalicion apo përse nuk keni bashkëpunuar partitë e vogla në këtë rast? E para, ligji nuk lejon koalicion. Domthon koalicion klasik. E dyta, të gjitha këto partitë që sot ulërasin që unë kam ftuar për koalicion njërin e tjetrin, janë mashtruese, sepse koalicionet në Shqipëri nuk kanë qëllim që të japin dinjitet çdo individi dhe çdo partie, por kanë qëllim përdorimin e figurave të tjera publike dhe unë nuk mund të lejoj të përdorem nga të tjerët në një rast me qëllim që të tjerët fillojnë kredo politike dhe atë kredo politike pasandaj që e fiton me votën time ta çoj atje ku unë nuk dua ta çoj. Kështu që në këtë pris këto thirrje për koalicion nuk janë as pak sinqerta, kanë qenë thirrje me asnjë këto kërkonin me të përdor dhe jo me të bë koalicion. Koalicioni nuk lejohet. Doni të bëni ca forma të reja, djegim listën, mbyllim listën, hapim listën, gjëra që në fakt ishin dhe kundërshtim me sistemin. Kështu që në këtë prizëm ne e pam të arsyeshme që nuk ishin serioze këto thirrje dhe këto përpjekje dhe duke qenë një forca re politike që duhet bëhemi forca madhe politike, duhet me provu vet në publik, se kjo është paraqe në një zgjedhje. Dhe duhet më urrit, sepse unë nuk jam një lloj si as si politikantë e vjetër, madje as si politikantë e ri në Shqipëri, sepse politikantë e rinj realisht nuk është se kanë këtë përvojë që kam unë si jetësore, akademike, nuk kanë arsimin që kam unë, pothuajse të gjithë ata kanë nga një fakultet, u kam 3, po të bësh 3-4 nga ata bashk kanë arsim. Nuk kanë aq arsim sa kam vetëm unë, vi keq ta them këtë, por Shqipëria ka nevojë për profesionalizëm në politikë, sepse deri tani në politikë është menduar se mund të bëjmë çdo gjë dhe kemi arritur këtu, që kemi arritur të shkatërrojmë vendin, të bëjmë rininë, të shkatërrojmë industrinë, bujqësinë, ushtrinë. Pra e kanë bërë njerëz të papërgjegjshëm, të njerëz që nuk marrin vesh nga shteti. Edhe ne duhet ta mbyllim këtë fazë, duke qenë profesore qeverisjes. Pra, personi që merret pikërisht me administrimin e
buxhetit, administrimin e shtetit, me ekonominë, politikë të jashtme, politikat e brendshme, gjithçka tjetër, mendoj se duhet me dhënë kontributin, sepse për 20 vjet ne kemi nxjerr studentët. Tani ne si profesor, pse mos japim kontribut vet, më mirë se ç'dim ta bëjmë ne këtë gjë, besoj se edhe në bashkëpunim me një pjesë shumë të madhe të ekspertëve si brenda vendit, por edhe në diasporë, sepse ne kemi një program tonin që duam të aktivizojmë edhe diasporën, edhe në listat e tjera që shumë shpejt mendoj se do jemi në zgjedhjet parakoshme, ne duam që të shtojmë edhe më shumë listat me intelektual nga diaspora. I qartë, do kalojmë të diaspora dhe do t'ju pyes specifike për diasporën shqiptare, sepse ti ke folur masivisht për programin tënd çfarë ofron në Shqipëri. Do të për diasporën më shumë, por fillimisht më interesoi një pikë e programit tënd ku ti je shprehur në hyrje të programit që partia juaj ka qenë të shkëputës Shqipërinë nga tranzicioni. Si mendoni se do jetë mundur kjo konkretisht? E pare punës njërë, kjo është e mundur konkretisht që ne duhet bëjmë një reformë kushtetuese dhe elektorale, ku populli shqiptar duhet zgjedhë deputetët. Kjo është e para. Ne nuk kemi një demokraci në Shqipëri. Ne nuk kemi një sistem meritokratik në Shqipëri. Nëse ti e meriton, ti nuk je atje ku e meriton, po njerëz që nuk e meritojnë janë edhe me 4-8 klasë shkollë që ti e di që janë në majat e pushtetit të Shqipëri. Dhe kjo është e papërgjegjshme, sepse në qoftë se ti do të marrësh menaxhosh një sektor të caktuar, do të kesh ekspertizë për ta. Dhe pra që posa nuk e arsim përkatës për të, atëherë nuk mund ta menaxhosh dot. Fundit do ta keq menaxhosh dhe do falimentosh vendin. E dyta, ne kërkojmë të ngremi sistem ekonomik. Shqipëria nuk ka sistem ekonomik. Mos tu gënjejnë gjithë edhe partitë e vjetra, edhe partitë e reja thonë jo po kjo, jo pa jo, po nuk japin sistem. Çfarë sistemi duhet grejmë ne? Si? Shqipëria është do terapi intensive. Nuk bëhet terapia intensive as me politika liberale të shekullit 18-19 që kanë çuar kapitalin në faliment, nuk bëhet as me politika komuniste, po këto bëhen me disa politika të tipit mendoj unë në kushtet e Shqipërisë, ato të cilat i përshtaten ekonomisë shqiptare janë politikat që tek Singapuri dhe Japonia. Ato janë për mua politikat më suksesshme ekonomike në botë. Tjerat janë pralla në raport me to. Pse? Sepse në kushtet ku ato janë, ato kanë menaxhuar dhe kanë vënë në funksion të ekonomisë të gjithë resurset njerëzore. Resurset njerëzore janë pasuri, janë ardh, diamant. Ti si vën në politikë si vën, në biznes nuk i vën. Merit nuk e. Gjitha këto çka kërkon ti zhvillim ekonomik? Nuk mund të kesh zhvillim ekonomik pa pasur njerëz të mendsh, vësh aty ekspert. Pa kemi ne edhe aty te juve ka plot. A merri ata, silli këtu dhe të administrojnë pikërisht shtetin. Kjo është pika numër 2, por ne kërkojmë të ngrejmë një model ekonomik me një model ekonomik të tillë që këto nuk e japin. Ne kur themi që do të ngrem pensionet, ne dim ku do ta gjejmë faturën 1 miliard euro dhe unë ta them tani, nuk kam vetëm një, kam 1, 2, 3 plane për këtë. Pra, kam planin A 100% realizueshëm, planin B 100% realizueshëm dhe planin C 100% realizueshëm. Sepse nëse unë dal dhe të them ty, që unë do ta bëj këtë gjë, kjo është e kryer. Unë bëj deklarat publike me kontratë që nëse unë nuk e bëj iki. Pra dua të them, nuk ka seriozitet as ka të rinjt. E keni parë ju që dalin për televizore sherrës, shamata, më shumë priren numra, sondazhe, manipulime, budallalliqe, ore njerëzit kanë nevojë për zgjidhje në Shqipëri. Ka i rinia, probleme emergjente është ekonomia dhe edukimi, të tjerat janë pralla dhe nuk fokusohen pikërisht mediat. Edhe vetë politika pikërisht te këto probleme se nuk u amban, nuk duan të fitojnë politikë me propagandë, por çfarë bëjnë? Merren pikërisht me gjëra dytësore, se të merresh me këto do të kesh mend, të kesh njohuri. Ato e anashkalojnë këtë se nuk kanë mend dhe njohuri, unë kështu e kuptoj. Ose nuk din as nuk duan. Kjo, se s'ka lidhje tjetër. Çfarë ofron ndryshe partia juaj në krahasim me partitë e mëdha që garojnë në këtë zgjedhje? Afrojmë ndryshe në fakt një vizion, një program. Në rast të parë, as partitë e vjetra, as partitë e reja, asnjë nga partitë e reja. Më thuaj cila nga partitë e reja ka përmendur një Kosovën apo Çamërinë? Cila nga partitë e reja ka një program kombëtar? Cila nga partitë e reja është serioze në këtë çështje? Ne kemi jo vetëm këtë, po pasaport për gjithë shqiptarët kudo janë me një prind shqiptar, që do të thotë, nëse ti vërteton dhe Turqi ti është që ke një prind shqiptar, ty do të jepet lehtësi për të marrë pasaportën. Dakord? E para, e dyta, ne japim një sistem ekonomik, që do të thotë, ne duam të ngrejmë ekonominë në Shqipëri duke bërë këto hapa.
Hapi parë. Ne do të bëjmë një planifikim kombëtar të ekonomisë në kuptimin e sektorit që ka mundësi Shqipëria ta bëjnë ekspertët këtë, ku mund të prodhojë Shqipëria, sa mund të prodhojë dhe për kë mund të prodhojë. Nuk mund ta bëj këtë një individ. Duhet ta bëj grup ekspertësh dhe të menaxhu nga shteti. Pasi bëm këtë plan sa, si dhe për kë, që është baza e çdo ekonomie, qoftë sektorin privat, por dhe në ato publik, ne pasandaj do të bëjmë një studim të hollësishëm të tregut shqiptar dhe të tregut ndërkombëtar. E bëm ne çfarë do prodhojnë, e bëm ne edhe studimin e tregut se ku do ta shesin. Do bëjmë hapin tjetër. Ne do bëjmë marrëveshje me jashtë që këtë produkt që do ta prodhojmë këtu, ta kemi 100% të garantuar. Do hyj shteti garant ta bëj këtë gjë. Si do hyj nëpërmjet agjencive që të bëjë marrëveshje ndërshtetërore me shtetet e tjera, për tarifat doganat, për biznesin e tjerë, por edhe me kompani private. Unë si shtet të hyj me kompani private për të shtitur produktin bujqësor dhe blektoral të vendit tim. Marrëveshjen e mund ta bëjmë me atë, po negocimin do ta bëjmë me mua sepse unë kam ekspertë për ndihmu qytetarët e mi. 2. E treta, nëse ti si emigrant do të vish në Shqipëri dhe do të investosh, zonë të lirë ekonomike, që do të thotë ti ke ato pa taksatative. Investo pasi të kem plotsu planin ty, të kem dhënë planin, të kem dhënë dhe tregun, dhe do të them të ta shesësh këtu, do t'i jap edhe një zonë të lirë ekonomike ekskluzive që ti të marrësh veten ato lekë të hedhësh, ti marrësh ti brenda viteve të para, me qëllim që investimin që ti ke mos ta humbush, po ta kesh, dhe kur të fillosh fitosh ti, aty pastaj do të tash fitimin dhe me shtetin, edhe me punëtorët, edhe me të tjerë si gjithë botën. Dhe e katërta, ne do të ngrejmë edhe një bankë shtetërore, e cila do t'japi kredi me interes zero. Kredi me interes zero do të marrin pikërisht këto bizneset të cilat kanë një plan studimi, që investojnë gjysmën dhe gjysmën të marrë shtetit, janë tjetër, do të marrin bujqësia, edhe ka me një plan studimi të biznesit edhe të tregut, dhe do të marrin dhe për strehim rinia. Këto treja janë prioritet, por edhe shtresat nevojë 4 për ta marrë këtë kredi me interes zero. Çfarë bëjmë me këto neve, Lindita? Ja dolëm që me këtë plan biznesi ne ngrem të ardhurat, ulim papumsi, ngrejmë rrogat, ja çdo me thënë mençurinë fush. Ngrejmë rrogat, ngrejmë të ardhurat në buxhet, ngrejmë të ardhurat të shtetin e emergjencës sociale, ngrejmë të ardhurat në arsim dhe ngrejmë të ardhurat shëndetësi. Chelsea, këto flasin, do bëj këtë, do bëj atë, do bëj këtë, po nuk flasin për Chelsea se do t'i bosh. E para, e dyta, kemi evazion fiskal, është 50% evazioni fiskal në Shqipëri i deklaruar zyrtarisht, nëse buxheti është 8, do ta bëjmë 12. Nëse unë të them do ngre pensionet, unë e di faturën 1 miliard euro ku do ta gjej. Madje jo 1, unë do të gjej 2 dhe do të gjej 3. Pse? Sepse di se ku do t'i gjej, di si funksionon buxheti, ekonomia. Dhe pjesa më e madhe e politikanëve të vjetër, Rama, Bufi dhe ky tjetri Tavani, këto janë terezi fare, që të dy. Por edhe këto të rinj, mua vjen keq që një pjesë tonë nga bota që marrin vesh nga akademike. Këto gjëra duhet me i ditë, ti s'mund të dalësh para publikut kërkosh vota dhe ti thush publikut kodra mas bregut, ti duhet të thosh publikut kaq buxhet, kaq ekonomi, kështu do ta ngre, kaq është evazioni, kaq do mbledh taksa, kaq do të çoj këtu. Pra, duhet mençuri te kjo, duhet njohuri dhe duhet ekspertizë. Ne nuk e kemi pas deri më sot, jemi këtu ku jemi dhe më keq do vemi nëse këto vazhdojnë të votojnë të dy partitë e vjetra, Shqipërinë e mori lumi. Nëse këto vazhdojnë, po ato dy partitë i votojnë. E qartë, le të kalojmë pak te diaspora shqiptare. Ju flas nga Londra sot dhe jam kurioztar për ditur se si ka qenë raporti juaj me diasporën shqiptare përgjatë këtyre ditëve, përgjatë kësaj fushate zgjedhore, nëse ke pasur takime me diasporën shqiptare. Unë kam pas gjithmonë takime pa me diasporën shqiptare, të paktën në vitet e fundit, jo për vota, siç vijnë politikanët e neveritshëm të Shqipërisë, të cilët kur vjen puna për vota janë kaq të ulët dhe të neveritshëm sa përdori të gjitha mjetet, patriotizëm falso, mashtrime, mblidh këtej ço andej vetëm që të marrin votën e diasporës. Unë diasporën e kam dashur edhe kur nuk kam pas fare dhe do ta dua gjithmonë, siç du gjithë shqiptarët e pavarësisht partisë që ato kanë, sepse jam e sinqert në gjërat që kam bërë. Dhe e kam bërë këtë për t'i mbështetur, sepse e di shumë mirë do me thënë t'jesh jashtë vendit, edhe unë vetë kam jetuar ca kohë jashtë vendit dhe e di mallin që kam për Shqipërinë, dhe ne kemi dhe një projekt për kthimin e diasporës. Programi ju për diasporën është ky. Siç të thash planin ekonomik, ne një personi që do të vijë nga diaspora do t'i japim planin e biznesit ku do investoj, do t'i japim tregun ku do ta shesi, pra do t'i jap unë si shtet, do t'i jap një zonë të lirë ekonomike ekskluzive ku ai të investoj dhe tokën aty ta ketë pothuajse të shtetit, po me një qara që do të jetë në fillesat e para simbolike, dhe do t'i jap edhe një kredi për ta plotësuar ato të ardhur që e ka ose nëse s'ka, për ta ngritur atë biznes. Pra ti do të punosh, Dakord?
Pra kjo është ajo që ne do t'i bëjmë. Dhe tjetra, ne synojmë ta kthejmë një pjesë të diasporës këtu, sidomos rinin, trurin, sepse Shqipëria ka nevojë për ta. Dhe në programin tonë, unë jam profesore e qeverisjes, jam strikte kur bie fjala për çështjet e qeverisjes. Qeverisja është akt përgjegjësie e jashtëzakonshëm përballë publikut. Dhe më vjen, nuk e di, pa përgjegjësinë kaq e madhe, dy politikanëve kryesor të vendit të 35 vjet që tallen me publikun, me qeverisjen, është krim. Kjo nuk është pa përgjegjësi, është krim, sepse ti paguhesh për këtë gjë dhe nuk premton dhe nuk zgjidh asnjë gjë. Dhe kur vim te diaspora, ne duam ta kthejmë një grup ekspertësh. Pra, kemi një grup për shembull 3000 veta diasporës ekspertësh për shembull që janë të fushave të ndryshme? Po. Të 3000 këty do të bëjmë kontratë pune të vinë në Shqipëri me rroga jo 1000 euro, 2000 euro, të jenë rrogat 5000 euro sipas nivelit që ai ka, është doktor, është profesor, ku diun. Dhe do ta marrin, do ta fusin fusha të caktuara të gjithë shtetit në drejtim. Më kuptoni, jo në tjetë ky ushtar, po tjetë drejtues. Cili është këndvështrimi juaj historik dhe ekonomik ndaj këtij komuniteti? Diasporës. Diaspora është viktima kryesore e politikës papërgjegjshme 35 vjeçare. Janë njerëz për mua të persekutuar, që nuk e gjetën kurrë vete në këtë vend, që një pjesë u shkarkuan nga puna, që një pjesë janë përndjekur politikisht, dhe që u detyruan të lënë atë dheun. Dhe ne kemi Shqipëria ka borxh këtyre njerëzve, sepse me këto para kanë mbajt familjarët që kanë lënë këtu. Një pjesë e këtyre janë mbytur rrugëve të botës, maleve, për të arritur aty, pa dokumenta, të punojnë rrugëve, pa sigurime, unë e di shumë mirë gjendjen. Edhe ç'koshti të plotësosh aty, të gjesh një punë pa dokumenta, një qira shtëpie për të jetuar, të fillosh jetën nga zero, edhe mos të kesh asnjë përkrahje dhe asnjë mbështetje pikërisht nga shteti shqiptar. Kjo është e papranueshme. Është një komunitet i cili ka vuajtur edhe po vuan. Dhe nuk ka asnjë lloj ndihme mbështetje nga Shqipëria. Atëherë ne kërkojmë që jo vetëm që të rinja duhet me ikë, por edhe ato që kanë ikur të krijojnë mundësi, sepse duke u rritur biznesi e dashur, se çelësi është ekonomia. Duke u rritur biznesit e pagesat, edhe njerëzit vinë. Nuk është se do njëri të jetojë në vend të botës. Shqipëria është e bukur edhe majt malit me jetu. Por ti nëse ti jep mundësi atij që ai të ketë ardhur për të jetuar, nuk ikën. Por kur ti nuk i jep mundësi për të ardhur, për të jetuar, kur administrata publike vjen PD-ja e heq PS-s, vjen PS-ja e heq PD-s, dhe nuk ke një qëndrueshmëri në këto, sigurisht që do të krijosh kriza dhe migracion. Dhe madje të dy partitë e mëdha, por edhe partitë e reja, që kërcënojnë administratën publike, për mua janë shumë të rrezikshme, sepse këto synojnë ose nëse bëjmë veprime të tilla do të krijojmë prap krizë, do të kemë prap një valë migracioni nga Shqipëria. E qartë. Në intervistat e tua të mëparshme je shprehur që shqiptarët e Shqipërisë kanë frikë nga qeveria. A ndani të njëjtin mendim edhe për shqiptarët e diasporës? Jo, nuk e ndaj të njëjtin mendim, sepse shqiptarët e diasporës as se kanë fare në listë qeverinë, vetëm nëse ka ndonjë që është tifoz partie, kupton që por unë mendoj dhe u them vetëm një gjë atyre shqiptarëve para se të votojnë. Bëni kujdes ku votoni dy partitë e mëdha. Janë ato që po e mbajnë peng Shqipërinë. Shqipëria është në një nga udhkryqet më të rrezikshme të historisë së saj për shkak të këtyre liderëve. Shqipëria duhet shkputet nga ky tranzicion. E kuptoni? Referuar tranzicionit e migracionit shqiptar, duke qenë se shqiptarët janë larguar shumë vite më përpara. Dhe këtu dua të them edhe një diçka tjetër. Populli ka frikën qeveria. Dhe duhet të kesh edhe një gjë e dashur. Në demokraci është qeveria që ka frikë nga populli. Në Shqipëri ndodh që populli ka frikë qeverinë. Kjo nuk është demokraci, është diktaturë. Më kuptuar? Nuk duhet të kem frikë qeverinë, unë duhet të kem frikë ligjin, unë duhet të kem frikë Zotit, unë duhet të kem frikë kur i shkel tjetrit hakun të drejtën, unë duhet të kem frikë kur e vjedh tjetrin, po jo të kem frikë unë qeverinë. Pse duhet të kem frikë për qeverinë? Qeveria duhet të ketë frikë nga njerëzit. Pra e kuptoni vetëm nga kjo pjesë tregohet shumë qartë që ne jemi në një neodiktaturë në Shqipëri. Ka liri fjale, ka liri lëvizje, ama ke një monopol të sistemit politik. Dhe prandaj duhet të hyrë ky monopol, nuk duhet votuar PD me PS. Votimi PD PS do të thotë mbajtja e Shqipërisë në agoni, mbajtja e Shqipërisë varur peng. A mendoni se do manipulohet vota e diasporës në këtë zgjedhje, duke qenë se është një komunitet vërtet shumë i gjerë, por vendimarrja do jetë vërtet decisive nga natyra? Unë mendoj se mund të ketë manipulim, sepse manipulimi mund të jetë në forma të ndryshme. Duke qenë se partitë janë të prirën për këto dy të mëdhajat, janë eksperte botërore të manipulimit të votave, janë të pacipave, të pamoralshme në politik, nga këto pritet çdo gjë. Pra, këto gjejnë forma dhe mënyra për të manipuluar votën.
këto që informa dhe kanë blerë voton historikisht, sepse këto i kanë lënë njerëzit fukarejnë për t'i blerë dhe për t'i shitur. Tani, unë nuk mendoj se një në diasporti mund t'a blesh e mund t'a shesësh me një thesmiell dhe me një shifër si që mund të blej dhe shesi dikë në Shqipëri, që e ka lënë të varfër, sepse dhe një gjë tjetër, nuk e, për kjo është çështja, këtë ai nuk e bën dot, sepse ti nuk e blen dot atë se ka një pavarësi ekonomike, dakord? Dhe kjo është ajo që mua, por unë mendoj se ndoshta me militantët e tyre, se kishte raste për shembull që janë dhënë 2 herë njëjta adresë, mund të jepet për shembull që pa dashje të çohet ndonjë vote 2 fisht apo tjetër, nuk e di këtë, duhet parë me vëmendje. Zonja Kocaçi, në një pyetje të fundit, partitë e mëdha politike, përfaqësuesit e koalicioneve në këtë zgjedhje, të gjithë kanë rënë dakord për sistemin e krijuar nga qeveria për regjistrimin e diasporës shqiptare në këtë zgjedhje dhe për mënyrën e votimit të diasporës shqiptare. Pra nuk kanë pasur kundërshti. Cili është mendimi juaj për këtë platformë të krijuar dhe më tej për votën e diasporës që voton për herë të parë? Mu mendoj se votimi më mirë do të ishte elektronik, por prap këto duke qenë manipulatore, nuk e kanë besim njëra tjetrës. E para, ne të gjithë jemi dakord që të kishte votën diaspora, patjetër se ka kontribon ende, ka mbajtur familjarët që kanë këtu me këto pensione qesharake që i ka lënë qeveria, dhe duhet të ketë edhe një rol shumë të madh për fatet e Shqipërisë, sepse janë më të pavarur, kanë një ekspertizë të huaj, janë më të lirë, duke qenë të tillë sjellin në një ndryshim në Shqipëri dhe unë presit vota diasporë sjellin ndryshim në Shqipëri, jo rotacion, ndryshim. Ka një term këtu që duan rotacion, çfarë rotacioni? Ti ki Rama të vi Berisha, pse këtë duam ne bë. Po ti ku Rama e Berisha Rama këta një lloj, është 35 vjet po në vend. Ne duam ndryshim politik. Ndryshim politik do të thotë asnjë nga 2 partitë e mëdha nuk do të marrë 71 deputet. As PS, as PD. Vota kundër PS-s është shumë e rëndësishme këtë radhë dhe kundër PD-s. Sepse po e morën këto dyja 71, PD-ja nuk e merr, po PS-n flas, është shumë të marrë kjo i mandat 4, duke qenë se ka keq qeverisur, korrupsioni ka arrit kulmin, nuk merr dokument në shtet sot pa lek. Të dosh të shkosh ik në hipotekë. Hajde në hipotekën shqiptare këtu. Hajde do lush mend një jurist i partisë të nxin jetën, edhe pse ti ke të gjitha letrat nuk mund të qefi mund thot. Edhe drejtori i tij nuk i bën asgjë sepse ka dhe votave. Prandaj këtu në këtë rast ne duam votën e diasporës që të ndryshojë Shqipërinë. Nëse vota e diasporës do shkojë për të mbajtur pastaj Sali Berishën edhe Edi Ramën në politik, kjo do të ishte tragjedi për Shqipërinë, sepse do të çonte ende në tranzicion dhe në një val vazhdimit të emigracionit dhe mos ndërprerjes së kësaj papërgjegjshmërie. E qartë, Zonja Kocaçi, faleminderit shumë që pranuat për t'ju bashkuar podcastit tim dhe për të shprehur dhe prezantuar programin tuaj për diasporën shqiptare në këtë zgjedhje. Ne ju urojmë suksese. Dhe dua të falenderoj gjithashtu edhe shqiptarët e diasporës që po na ndjekin përmes kësaj lidhje virtuale. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube channel dhe të lini komentin tuaj për gjitha tematikat, për gjitha intervistat që unë trajtoj në këtë podcast. Është shumë i rëndësishëm mendimi juaj. Ju falenderoj shumë dhe mezi pres ju takoj në videon e radhës. Deri atëherë kaloni sa më bukur.